Është zhvilluar mes tensionesh numërimi I votave në KZAZ numër 40 në njësi numër 9 në Tiranë, që është ngritur në shkollën Sami Frashëri. Partia Mundësia me në krye Agron Shehajn akuzuan grupin e numërimit se po shpallnin qëllimisht të pavlefshme votat e tij në mënyrë që të mos e merrte mandatin e deputetit. Numëruesit kanë pretenduar se 3 fletë votimi kanë pasur ngjyrë tjetër nga fletët e tjera të votimit dhe ndaj kanë shpallur të pavlefshme. Tani arsyeja shumë e thjeshtë. Ka vota, po kërkojnë të quajnë votat tona të pavlefshme, nuk na I tregojnë votat e pavlefshme, kanë aty tavolinë. Por Shehaj ka bërë një krahasim të ngjyrave, duke zbuluar se në të njëjtën kuti ka pasur 3 lloje nuancash të së njëjtës ngjyrë, por në fakt ishin penalizuar vetëm votat e tij. Të pranishëm në këtë përplasje ishin edhe efektivët e policisë dhe gazetarët. Shehaj lajmëroi kryekomisionerin Ilirian Celibashi dhe pas ndërhyrjes nga komisioni, fletët e Shehajt u numëruan si të vlefshme. Kandidati për deputet I Partisë Demokratike, Belind Kolliçi, I cili ka qenë prezent në këtë njësi, ka deklaruar se në fakt bëhet fjalë për metodën e trenit bullgar dhe se do e kontestojnë kutinë në fjalë. Është e pamundur që duar të ndryshme të palosin fletët e votimit në të njëjtën formë. Është, domethënë, simetrikisht e njëjta palosje. Jemi te grupi numërimi numër 3 KZAZ-ja 40.